Por mos të harrojmë diçka, asnjë grup nuk është i lehtë. Por mendoj që ky grup ndoshta edhe na konven në kuptimin sportiv ose futbollistik, për shkak se shpesh ndodh që skuadrat më të vështira ose më pa përshtatshme na konvenojnë në disa raste. Po them, mu pra të shkak edhe them që sidomos kjo, do thotë ndeshja e parë me Slovakinë do të jetë shumë e rëndësishme, por nëse kthejmë pak ma vonë që kemi pas disa ndeshje, sidomos me Suedin, Sloveninë që ka qenë një emision pothuajse e pamundun, na e kena kryer atë emision, do thotë 2 fitore ndaj Suedisë edhe e keni pa edhe vetë ndaj Slovenisë, do thotë një fitore të mrekullueshme, kështu që na jep shumë mundësi, shumë pritje që me Slovakinë do ta kalojmë edhe këtë pengesë. Unë mendoj që një ndeshje kur të luash një pengesë të cilën ti duhesh edhe dëshiron ta kalojsh në mënyrë profesionale, kështu që është një rast që na do të më shfrytëzojmë në maksimum. Po ne kemi një momentum. Kjo vjen ndoshta edhe për shkak ndoshta edhe një tashmë impakti që po tregon edhe vetë selektori Foda, i cili ka ditë nga ky grup ta nxjerrë më të mirën, dhe kur jemi te grupi, me të vërtet si grup kemi funksionuar mirë, sepse ka pas rotacione gjatë gjithë kësaj faze. Thuja se gjithë futbollistët që kanë të ftuar edhe janë përfshi, dikush më pak, dikush më shumë mirë, po secili prej tyre ka qenë me një rendiment mirë, pra duke shfaq lojën e mirë, duke kryer detyrat me sukses, edhe kur kemi pas mungesat kyçe të kombëtarës. Pra, kjo është ndoshta arma jone e fortë, sepse deri në mars mund zhvillohet shumë çka rreth futbollit, rreth futbollistëve sikurse të Kosovës apo edhe Slovakisë, mirë po. Kundërshtari natyrisht që është më i mirë se ne, mund të them lirisht, Slovakia, por nuk është i pakalueshëm. Bazuar në ekipet ku luajnë lojtarët e Slovakisë, kanë ekipe të mira, por ekipet mira kanë edhe lojtarët tonë dhe pak a shumë jemi deri diku i njëjtë. Përparësi e tyre, mund të them, është që vinë nga vazoja e dytë, e kanë poshtur një Gjermani në fushën e vet 2-0, që duhet vlerësuar vërtet, dhe do të luajë në fushën e vet. Mirë po, me praninë e tifozëve tanë, unë besoj që ne do t'ja dalim dhe do t'i kalojmë këtë pengesë.